Mbetemi akoma tek tema e luftës në lindjen e mesme dhe pasojat ekonomike këtu tek ne. Në minutat në vazhdim do të flasim me profesorin universitar Ali Maksutin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, zotri Maksuti. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Do nisim bisedën me vendimin e qeverisë për të ulur TVSH-n për karburantet. Ndërkohë që shteti ka marrë masat e para për TVSH-n, a mendoni se duhet të ulet edhe akciza për të ndjerë me të vërtet qytetarët se shteti ka marrë masa konkrete? Tani, në këto situata kur konflikti është në lindjen e mesme, konflikt ushtarak, kurse në rrethanat e globalizmit, shtetet në zhvillim importojnë përveç naftës dhe gazit, importojnë edhe inflacion. Edhe drejt për së drejti ka edhe rritje të çmimeve. Në këtë situatë, unë kam thënë edhe më herët për pjesën e intervenimeve të shtetit në këto situata, duhet të përdorim mekanizmat e politikave fiskale në kuadër të mbajtjes në kontroll, se do mvaret shumë edhe nga pjesa asaj sa do zgjat konflikti, se si mekanizëm tash që është me uljen e TVSH-s, është në rregull, një masë që është marrë në këtë fazë, ndoshta qeveria e para... A mjafton vetëm TVSH-ja, apo ka nevojë të ndërhyjet edhe me akcizat? Tani, ndoshta si mekanizëm i përkohshëm është mirë kjo fazë tjetë, se nëse zgjat më tepër, se skenaret janë se realisht sipas të dhënave në Maqedoni çmimet janë karburantet më të lira në rajon. Prandaj, në fazën e dytë, nëse zgjatën më tepër situata në lindjen e mesme, atëherë ndoshta si mekanizëm tjetër do vihet tek pjesat të intervenohet tek pjesa e akcizave. Si u intervenu në rritjen e akcizave para 10 viteve, tash ndodhe e kundërta të ulet akcizat. Por kjo do varet edhe nga impakti që do ketë edhe kohëzgjatja e konfliktit në lindjen e mesme. Pra, çka nëse zgjat ky konflikt më shumë se... Kjo është situata. Në rast se zgjat, atëherë shteti do detyrohet të merr mekanizma të tjera, sepse mvaret ka deficit tregtar në raport me krejt shtetet me të cilat i importon, ka marrëveshje për furnizim të energjetik, themi, naftës dhe gazit, edhe në këtë situatë çdo herë do krijohen ato skema që nëse zgjat më tepër do merren hapa të tjerë. Mund të jetë ndikimi tek ulja e akcizave, mund të jetë ndikimi pastaj te sektorët të cilat preken drejt për së drejti, edhe bizneset e familjarët të merren mekanizma subvencioni tatimor të ketë. Edhe këto mekanizma shteti do i merr. Mendoj se kjo është... Apo të vijnë në dispozicion edhe rezervat shtetërore? Edhe tek pjesa rezervat shtetërore në këto situata, një informacion si doli ditët e fundit ishte edhe 60 ditë, po tash mund të jetë edhe disinformacie, nuk dol se është informacioni i saktë. Shteti duhet orientohet në atë të krijojë ashtu mekanizma që të krijojë burime tjera të furnizimit me naftë dhe gaz, të rritë rezervat sa më tepër të rritën rezervat e naftës dhe gaz. Variant tjetër që duhet të merret parasysh është shkputja nga vazhdimëria e furnizimit me karburant. Po, të ndjek në këtë rast mendoj se duhet ndiqet politikat e Bashkimit Evropian, të cilat në vazhdimsi orientojnë energjetike, investime alternative? Bëhet fjalë për energjetikën. Energjetikën, po në sektorin e energjetikës në energji alternative. Energji e diellit, ujit, ajrit e kështu me radhë, ku Bashkimi Evropian këto mekanizma i ka venduar për projekte afat mesme dhe afat gjate që të shkputë vazhdimërinë nga shtetet e tjera. Këto politika duhet të ndjek edhe Maqedonia. Mendoni se ka kapacitet shteti të ndjek këto politika? Po mendoj se ka, me vetë faktin që institucionet e Bashkimit Evropian vazhdimisht japin këshilla për Ballkanin Perëndimor, që të orientojnë në këto projekte të ekonomisë green ose ekonomisë së gjelbër, mendoj se vetëm është vullneti politik edhe i qeverive të ndryshme. Maksuti, sa mendoni se do të reflektohen apo kur do të nisë ai reflektimi real i çmimeve edhe të produkteve bazë, duke pasur parasysh edhe rritjen e çmimeve të karburantit? Maqedonia, përveç që mvaret nga importi i gazit dhe naftës, mvaret shumë edhe ka deficit tregtar edhe me importin e produkteve edhe mallrave elementar dhe sekundar. Kështu që në njëjtën kohë, për shkak se do rriten kostot edhe në këtë periudhë do rriten kostot edhe të zinxhirit furnizimit, do rriten kostot edhe të transportit, edhe të prodhimit global, do ketë ndikim edhe në Maqedoni për rritjen e çmimeve të produkteve. Por në këtë fazë Kemi vërejtur vetëm në treg, kemi vërejtur edhe lëvizjet e para, rritjet e para të çmimeve. Do të ndalen analistët global që flasin për strategjinë e luftës më tepër,
japin rëndësi shumë pjesës kohës. Edhe kjo ka edhe impakt ekonomik. Sa më shumë zgjate, edhe impakti edhe tek çmimet tek ne do jetë më i madh edhe afat mesëm do jetë. Ndoshta impakti do jetë në rritjen e çmimeve të vazhdueshme. Këtu sa mund dhe çfarë duhet bëj shteti për të parandaluar një rritje? Tani dy për shkak se te karburantët vetëm me pam vendosen uljen e TVSH-s. Që preken në këto situata janë familje drejt për së drejti edhe biznesi, sektori privat. Sektori privat do të rritë çmimet për arsye se blanda e parë zinxhiri furnizimit do ka koste më të lartë në mënyrë të drejtë për së drejtë ndikojë edhe rritjen e çmimeve të produkteve në treg nga sektori i biznesit. Nga ana tjetër, fuqia blerëse do bjerë, sepse shteti ndoshta do merr mekanizma, nëse zgjatën koha e luftës, atëherë do merr mekanizma duke përdorur bankën qendrore për rritjen e normave të interesit. Në këtë rast edhe qytetari do mbetet edhe biznesin ndërmjet dy rritjes së normave të interesit ku shumë qytetarë dhe biznese kanë kredi, edhe nga ana tjetër rritjen e çmimeve të produkteve. Pra janë mes dy zjarreve. Po. Domethënë kjo është e periudhë që shumë është e shpresdhënëse se mund të ndalet në këto 10 ditë ose javë. Duke marrë parasysh se paralajmërimet nga edhe kjo mund të jetë edhe një krizë e menaxhueshme brenda vitit. Po për viteve të fundit jemi përballur me disa kriza. E fundit ishte ajo e Covidit. Dhe në Maqedoni si rrallë herë janë kthyer çmimet në bazë si kanë qenë. Do thotë çdo krizë ka lënë pasojat e saj. Tani nëse e marrim shekullin e fundit. Bëhet fjalë për keq përdorime apo nëse e marrim shekullin e fundit edhe se impakti sidomos në 10 vjeçarin e fundit ose 20 vjeçarin e fundit, impakti global i çdo lëvizjeve politike, po edhe ekonomike në botë ndikon tek shtetet në zhvillim, siç është edhe Maqedonia. Historia ekonomike, themi, nuk njeh ndonjë periudhë kur ka patur rritje të çmimeve dhe pastaj janë ulë çmimet. Po ka vazhduar kjo trend. Sa periudhë kohore i nevojitet një shteti për të stabilizuar një krizë? Nëse kalon një krizë dhe stabilizohet, sa periudhë kohore i duhet? Shumë do ta marrim impaktin ose ndikimin e Covidit që ishte prej vitit 2020 deri në 2022, 2023 kishte pastaj filloi rritje ekonomike Maqedonia. Shembull konkret, do të them për ditëve. Varësisht sa periudhë ka impakt një krizë e caktuar tek një shtet i caktuar. Megjithatë, çmimet mbeten aty ku ishin. Qytetarët i ndjejnë ato çmime. Po, ka pas edhe rritje. Kjo është momenti se importojmë edhe inflacion. Nga ana tjetër pagat ishin në rritje shumë më të vogla se në krahasim me çmimet. Sepse këtu shteti në këto situata duhet merrim parasysh. Jo çdo herë pjesa e rritjes së pagave në kontekstin e zgjedh problemin ekonomik. Se ndonjëherë krijohet një shembull mund të rriten pagat, por rritet edhe çmimet në njëjtën kohë. Edhe në këtë moment fuqia blerëse asaj page që e kemi nuk është, prandaj duhet të fokusohemi atë që e thamë edhe në fillim, duhet të fokusohemi në forcat e mbrojtëse të një shtetit. Ndoshta tash bota është duke shkuar në këtë pjesën e proteksionizmit ekonomik, ku shtetet e ndryshme duhet të fokusohen në prodhimin e brendshëm dhe fuqinë prodhuese. Sa kemi ne fuqi prodhuese? E tani është vullneti politik, se këtu mekanizmat politik duhet fokusohen të kjo pjesë. Përmendet pak më herët edhe investimet në energjetik, gjë që realisht kanë munguar në vendin tonë. Nuk kanë dhënë, përkundër paralajmërimeve, nuk kanë dhënë ndonjë rezultat që tani të mos kemi kriza të kësaj natyre që ndoshta tash në dimrin që vjen mund edhe të përballemi me krizë energjetike. Po, unë e ceka, domethënë, fazën e parë që ka ndikuar drejt për së drejti tek lufta tash konflikti Izrael dhe Iran, edhe këto çmimet e naftës dhe gazit që kanë ndikuar normal edhe në se kjo krizë ka impaktin nga berzat e New Yorkut deri tek çmimet e bukës në lagjen tonë. Thënë, është një domino efekt ekonomik ka. Edhe në këto rastet shteti duhet fokusohet e para të rritet kapacitetet të rezervave të naftës, duke i rishikuar kontratat e furnizimit, burimet e furnizimit. E dyta është në projekte afatmesëm dhe afat gjatë të orientohet në energji alternative. Sepse Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkimit Evropian janë duke e dhënë shembullin e një projekti afatmesëm dhe afat gjatë suksesshëm. Edhe unë mendoj se duhet të ndiqen këto politika për edhe Maqedonia të orientohet. Megjithatë edhe rezervat që i përmendni të naftës, edhe ato zanafillën e kanë në linjën e mesme që do të prapë duhet varemi ne nga çmimi se ka burime ndryshme.
shembull e marrim grikën e Hormuzit që cekim edhe ky konflikt ka ndikuar në rritjen 20% të çmimeve të naftës për një periudhë shumë të shkurtër. Edhe kjo në nivel global ka rritur edhe inflacionin prej 0,7 deri 1,2%, nivel global të inflacion. Edhe por veç 20% flasim. Edhe 8% ka burime tjera të alternative të furnizimit që Çka ndodh nëse hapat kanali dhe çka ndodh nëse mbetet akoma më gjatë kanali i Hormuzit i mbyllur? tani ne këto spekulimet financiare që ndodhin në tregjet botërore. Për shkak se disa shtete, po Irani i ka lejuar që të lëvizin. Po, disa shtete i ka lejuar. Disa shtete përfitojnë. Përfitojnë. Edhe në kohën të luftave është përmendet teoria e kaosit ku në këto periudha fitojnë disa korporate, disa shtete, disa humbin. Por situata e Maqedonisë është natë se është importuese dhe vazhdimisht duhet ta paguajnë këto shtete atë çmim më të lartë ose konsumatori i fundit të themi. Edhe në këto situata, në Grikën e Hormuzit, disa shtete fitojnë, disa korporata fitojnë edhe disa. Ne i shohim edhe deklaratat që jepen nga liderë të ndryshëm botëror në mëngjes edhe darkë dhe shohim si lëvizën berzat e botës në çmimet e naftës. Si ndryshojnë bursat, ndryshojnë edhe deklaratat e liderëve. Të kthehemi edhe pak për te çmimet në vend konkretisht tek pagat. Nëse në një afat në horizont nuk shihet një përfundim i këtij konflikti, çfarë duhet të bëjë shteti? A duhet të ndëgjojë thirrjet e sindikatave për rritjen e pagave apo do të kemi probleme me pagat në Maqedoni? Tema e pagave është para rastit konfliktit edhe është një temë që pak për ta zbutur këtë krizë. Edhe në këtë periudhë pat një rritje të pagës minimale, edhe cila do reflektojë edhe tek paga mesatare dhe paga tjera, domethënë, por nuk është ajo që i mbulon atë pjesën që themin e shporta e konsumit. Ne e shohim se çdo muaj shporta e konsumit rritet për një familje katërantare. Edhe nga ana tjetër kemi paga të limituara në kontekst me raport me shportën e konsumit, kemi familje që i kanë kredi dhe nga ana tjetër kemi rritje të çmimit të produkteve. Edhe në këtë situatë pagat mendoj se duhet të rriten në këtë periudhë, por të ketë një linearitet, jo të rriten këto forma rritje lineare. Po. Zoti Maksuti, kaq kishim kohë të diskutojmë për këtë temë, sigurisht se shpresojmë që në njërin nga intervistat e ardhshme do të flasim për një gjendje më të mirë ekonomike pa pasoja, pa luftra. Pika e parë është shpresojmë që sa më shpejt të ndalet sepse ky konflikt ka reflektuar sidomos në këto tre sektorët ekonomik, tregtinë, energjetikën edhe sigurinë financiare. Para kjo pikë tjetër pastaj edhe si i ka pat impaktet negative dhe impaktet pozitive të ketë ndalja e konfliktit. Ne shpresojmë. Faleminderit shumë për kohën që ndat. Shikues të nderuar, pas pak do të vazhdojmë me informacione të tjera.